Duhet të keni një nga këto 7 gjëra në shtëpi, sjellin fat dhe pasuri. Shumë njerëz as nuk e imagjinojnë se disa nga gjërat të cilat do të flasim në këtë video tërheqin para, fat dhe sigurisht në shtëpinë tuaj ato mund të sigurojnë edhe përmirësimin e energjive pozitive. Çdo objekt në shtëpinë tonë mund të tërheqë ose të largojë fatin. Sa më shpejt që të jetë e mundur, siguroni që të vendosni këto gjëra në shtëpi. Mjalti. Mjalti mund të cilësohet si një nga produktet më të mira që simbolizon pastërtinë, pasurinë dhe shpërndajeni atë nëpër skajat e shtëpisë dhe e konsumoni çdo ditë. Kristalet e shkëmbit sipas Feng Shui thuhet se sjellin fat të mirë. Fylli i kuq i vendosur shpesh edhe në ritualet monetare tërheq pasurinë në shtëpinë tuaj sipas Feng Shui. Monedhat e verdha të fshehura në cepat e ndryshme të shtëpisë sigurojnë gjithashtu edhe fatin e mirë. Mbajtja e këtyre sendeve në traditën Feng Shui cilësohet si shumë më fatësjellse tek ta persona.